Një nga veprimet më të ulta, më të poshtra, është shfrytëzimi i moralit të njerëzve të mirë. Kur e sheh se është bujar, është fisnik, fillon me përfitu prej tij. Kur është fals, zemër gjan, ja nis me gabu në hakun e tij. Kur të beson, e mashtron. Kur e vren që është i përgjithshëm, ja ngarkon barrën pa kurfar kontrolli. Kur është i butë e i durueshëm, e përçmon, e ofendon. E kur ai shpërthen, dhe si me thënë, edhe ati mushet kupa, kthehesh dhe thua që kjo është fytyra e vërtetë e tij. Jo zotni, kjo nuk është fytyra e vërtetë e tij. Kjo është ajo që ti e ke merituar. Zoti thot në Kur'an, nuk e do Zoti shfaqjen e së keqes me fjalë. Zoti se don që të keqen me shpreh me fjalë. Përveç atij që është bërë pa drejt, që është bërë zullum. Edhe ai shkreti duhet me kallëzu dikon zullumin që po i bëhet. Gjithë kohën i ke bërë pa drejtësi, prandaj është momenti që duhesh me mbajt përgjegjësinë për reagimin e tij. Tash duhesh me i duru pasojat e veprimeve tua ndaj tij. Është shumë e vërtetë që Zoti i Madhreshëm në Kur'an thot dhe ata që e përmbajnë zemrimin. Është e vërtetë kjo. Mirë, po është e vërtetë gjithashtu që Zoti në Kur'an thot syri për syrin, dhëmbi për dhëmbin dhe për plagët ka drejtësi. Kjo nuk është një thirrje për hakmarrje, por kjo është një thirrje me respektu kufit dhe me ndal abuzimin, si garanci që virtyti dhe morali të mos kthehet instrument shtypjeje. Jo se tim ke gjetë mu të but, tash tim hyp në qafë pa asnjë drejt. Sepse morali i vërtet nuk është heshtja përballë padrejtësisë, por është ruajtja e dinjitetit pa u shndruar në zullum, sepse virtyti nuk e humb vlerën kur mbrohet, por kur keq përdoret. Prandaj ndaluni mos ju hypni njerëzve në qafë, veç pse i keni pa që janë të mirë, janë të butë dhe janë të qetë, sepse edhe ata dinë një ditë me shpërthy. Edhe kur shpërthejnë, ju jeni fajtor.